Ja, mund t'i thosh... Ja, mund t'i thosh në shkurt gjëra. Universitetin e kemi marru, po e ka radhën mirë, se ka radhën ti. Kur t'kesh radhën, fal që dush. Ka nevojë dhe me zjatë. Të lutem tani respekto se unë s'fola fare. Ndryshe nga ty për shembull s'do dërhyj, na thuj ç'a dush. Jo, me që ti s'kishe respekt. Jo, fjalën e kisha unë, flasun ç'a do. Atëherë pse nuk duhet ta fitoj Mateo? Sepse fillot nga ty e para. Po, sepse Mateo e para e punës ka hyrë me vonesë, e ka parë mirë nga jashtë Bigun, edhe ka pas dy strategji në kokën e tij. Me Brikenën, sepse e ka parë nga jashtë që kishte mundësinë e asaj që unë kam thënë me metaforë Çengelin, pra të kishte një variant ku ai të kishte lojën brenda për të faktorizuar normalisht në këtë lojë, sepse dashuria dim ose lidhjet dim që ka një efekt fort në publik. Duke qenë se Brikenën ai e kishte edhe si histori të para 4 viteve, normalisht ka interes për publikun kur ky ta tregonte që si ka qenë marrëdhënia këtyre dhe si do vazhdonte. Pra, një nga strategjitë ka qenë e forta ka qenë Brikena, jo me vërtetësi, po me strategji lojë, për ta përdorur ty të faktorizohet në lojë. Dhe e dyta ishte Miri. Pse Miri? Sepse në ato moment kur ka hyrë Mateo, Miri ka qenë personazhi kryesor, ndoshta i debatuar, ndoshta i sulmuar, ndoshta i faktorizuar, por ai që ishte qendra e vëmendjes, kuptohet bashkë me Selinin, se normalisht nuk ka qenë vetëm, ka qenë bashkë me Selinin në lojën që kanë bërë të dy. Dhe hyri në këtë shtëpi, bëri tentativën e parë te Brikena, Brikena desh la shtëpinë që mos e vazhdojmë, dhe kush i ngeli ta akuariumi Miri. U mor me Mirin drejt për drejt, me ofendime, me denigrime, me ulje personaliteti, me fyerjet drejt për drejta edhe për karrierën muzikore, duke përdorur dhe të gjithë arsenalin që ai kishte parë për jashtë se çfarë kishte ndodhur me perceptimin tim se si jam gjykuar për jashtë, dhe normalisht të gjithë të e përdori kundra meje dhe për të intimiduar në lojë, se normale kjo lojë kështu është, o e han ose han. Dhe kur hyri pastaj mbas akuariumit, ishte fati i tij që më gjeti atje në akuarium, kur hyri në këtë shtëpi, i futi një pjesë të pushimit se ishte kavaleshens, normalisht se Brikena nuk ishte në lojë, dhe ne të tjerët kishim situatat tona, dhe qa bënte vesë edhe merresh hyri me shoqëri me Selinin. Ajo ka qenë momenti i parë që ai filloi duke bërë situata këtu në lojë, shoqëria me Selinin, që pas ka qenë pas shumë kohës, siç ka dalë, që ishte xhelozi, domethënë ka tentuar për marrëdhënie, thojza, shoqërore ndoshta, s'ka problem. Pastaj erdhi situata, se mbaroi këto situata, erdhi situata e Brikenës. Se Brikena ka shfrytzuar të gjithë potencialin e tij për t'u viktimizuar në dashuri, sepse ja kam thënë dhe e them prap, ky djalë nëse nuk do ta përdorte viktimizimin në dashuri, ky djalë nuk ishte pse ti përmendte historitë e kaluara, ti përmendte puthjen që është dhënë, s'është dhënë, e kanë nxjerr tani vajzën që e ka për grua, e kanë nxjerr o renacake, o jo të sinqert, o nuk e di, se ajo se ka pranuar, ky e ka pranuar, dhe historinë e fortë të dajave, që nuk ka lejuar që ky të bënte, të vazhdonte lidhjen e tij me Brikenën. Nëse ky do ishte ai djali që do ishte i sinqerti dhe nuk do i përdorte këto për lojë, dhe për strategji loje, mund ta kishte filluar me Brikenën, mund ta kishte filluar nga zero, pa i përmendur këto situata, dhe doja dilte për dashurinë e dinaj. Se iku shumë koha. Vazhdojmë. Rogerti. Ka dhe gjëra tjera, po ofendusje, këto tjera, po lere, s'ka problem. Rogerti. Sepse Rogerti s'duhet ta fitoj, sepse e para e punës edhe Rogerti ka hyrë në këtë shtëpi me një informacion nga jashtë. Normalisht, pas 31 ditësh, ai ka bërë një bilans të gjitha situatave, në krahasim me mua, pse nuk do ta fitosh, domethënë. Ai ka qenë në një bilans për të gjithë ne, ka pas informacionet nga jashtë, na ka studiuar nga jashtë dhe ka hyrë me informacion nga jashtë dhe për ta përdorur këtu brenda. Dhe mënyra se si ka hyrë me atë faktorizim aq të fortë, me ofendim, me agresivitet, me dy zarfa të zinj, domethënë kjo është një pjesë që, okay, disa lojtarë mund ta përdorin, po unë mendoj që Big Brotheri nuk fitohet me këtë lloj strategjie. Okej, hyri te dhoma e reflektimit, erdhi nga dhoma e reflektimit, ishte më i qetë, ishte më njerëzor,
mendoj që situata me mua e ka ndihmuar në lojë, por rikthimi prap edhe në fund tek pjesët e ofendimit, tek pjesa e arrogancës, tek pjesa e agresivitetit, tek përdorimi i situatave që janë mbyllur, po ky i ri hap për të intimiduar rivalet e tjerë, besoj që nuk e meriton ta fitoj Bigun. Selin. Atëherë pse nuk duhet ta fitoj Selin? Mendoj që nuk duhet ta fitoj Selin sepse të gjithë lojën që e ka bërë, Selin e ka startuar, kuptohet, edhe unë bashkë të dy e kemi startuar në një lloj strategjie, lojë të fortë dyshe, por vazhdimësia ose ortakëria që ka pas Selin, gjithmonë nuk e ka shfrytzuar për ortakërinë, por në shumë të në rasteve ka bërë atë që ka dashur vetë dhe ka bërë lojën e saj. Pra po themi në këto ortakëri ka qenë e njëanshme, edhe kur bënte gabime nuk justifikonte, thosha kështu e mendova unë dhe vazhdon situata. Lojën asnjëherë se ka bërë vetëm, e ka bërë gjithmonë në ortakëri ose me njerëz të afërt, duke futur, po themi, ortakërinë që kishte me Mirin, ndërkohë kishte miqësi me Kristin, që Kristi normalisht ishte kundra nesh, për çfarë do lloj situate të fillimit, kishte Gretën, e cila i erdhi si ndihmes normalisht njeri i shtëpisë. I erdhi Rogerti, i cili i dha mesazh shumë të fortë nga tezja, nga me kodet e fëmijëve, që mos t'i përsërisim këto. Po prapse prap ajo vazhdoi lojën se i leverdiste ajo lloj loje dhe këtyre i thoshte jo. I erdhët mesazhet nga familjarët e vet, që mos t'i përmendi, i erdhi letra nga babai e të tjera dhe të gjithë e ka shfrytzuar për lojën, pra ortakërinë me mua, e ka shfrytzuar për lojën dhe në momentin që ajo e pa të arsyeshme që mos nuk ishte më si të themi benefite nga kjo lloj loje, doli te loja tjetër duke i bërë edhe thika mas shpine ortakut vet. Doli te loja tjetër që ishte po me këta ortak, por shfrytëzoi situata të tjera duke u viktimizuar, besoj unë, edhe nga reagimet e forta të Rogertit. Sepse një person që nuk do të përballet me një person si Rogerti, e mënjanon, e largon dhe nuk del që ti pastaj ti reagosh në të njëjtën mënyrë dhe do dalësh ofendusja e dytë në shtëpi. Do thotë që ti ke dal nga karakteri jot i fillimit dhe ke dal të ndoshta te Selini origjinal, sepse atë Selin që kemi parë mbasi i ndar nga ortakëria me Mirin, ka qenë një Selin që është mbajtur vetëm për ofendimet, për gabimet edhe në trajtimin e atyre fjalive që ti i thua që jo e kam dëgjuar, po s'e kam dëgjuar, 125 faljet e famshme, dhe normalisht ke pas edhe një histori dashurie që unë them që nuk të kanë ndihmuar për këtë gjën, dhe nuk ke bërë lojën e pastër e në finale je me një person që i ke shok, pra nuk je vetëm. Kjo ishte, tani, dalim të vetja. Kështu do qeshim gjithë? Jo, e kisha llafin të shoku. Jo, e letë. Pardon, për shokun qesha. S'kishte lidhje. Jepi Fatela. Atë pse duhet ta fitoj unë, sepse kam treguar gjithmonë që sfidave i kam rënë në ballë. Domethënë në momentin e parë që më ka ardhur sfida, unë e kam marrë dhe kam kthyer, jam munduar ta kthej në forcë dhe në kalbete për strategji dhe për të ecur përpara. Që në ditën e parë kam pas sfidë më të fortë, që u përballa, kuptohet me Selinin, besoj se ja dolëm, e kthym në kalbete, ecën përpara dhe ishte një lloj strategjie që gjithë kjo shtëpi është marrë për atë gjën, nëse s'do ishte diçka e madhe, atëherë nuk do merreshin. Kam pasur debate me të gjithë shtëpinë, duke i numëruar me Kristin, me Malin, jo vetëm për krevatin, domethënë, edhe poshtë pjesën e krevatit, kam pasur edhe për çështje tjera, me Kristin, me Malin, me Kesin, me Mateon, me Selinin, se dihet, me Rogertin shumë, me Shëndritin, ka qenë debate, dhe shumë debate tjera, tani se nuk vinë gjitha në këtë moment, se s'kemi edhe kohë, dhe i kam qëndruar debateve në ballë, kam bërë aleanca pa tjetër, për çështje strategjie dhe mbas çështje strategjisë në lojë, janë kthyer dhe në misi, po patjetër se ne këtu jetojmë, do jetojmë gjithë bashkë,
patjetër që kemi nevojë edhe të jetojmë, jo vetëm të luajmë dhe vetëm të luftojmë dhe vetëm të përtasim dhe vetëm të ulërasim. Kam treguar pastaj cilësi shumë të mira të mia nga karakteri, po edhe nga ana njerëzore. Jam treguar shumë edukat, i rezervuar në ofendime, patjetër se të merr situata dhe edhe ti do të nxjerrësh një fjalë keqe nga goja. Finisht. Jam sjell i mirësjellshëm, jam sjell kavalier, kam qenë gentil me femrat edhe suksese gjithë, po dua ta fitoj unë këtë Dua, për të gjitha cilësitë e mia që kam pas në Jo do ta fitoj, po dua. Hajde, faleminderit.